Një ditë pas aksidentit të rënd të rrugor në aksin Kabash-Poroça në bashkinë Gramsh, bilanci zyrtar konfirmon humbjen e jetës së infermierës Dëshira Hoxha, ndërsa mësuesi Albana Boja dhe drejtuesi i kamioçinës vijojnë që t'jenë në mbikëqyrjen e bluzave të bardha. Kamioçina ku udhëtonin 3 punonjës të shërbimit në fshatra doli nga rruga dhe ra në një humner rreth 70 metra të thellë. Mësuesi Albana Boja u transportua me urgjencë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë, ndërsa drejtuesi i mjetit po merr trajtim mjekësor në Spitalin e Gramshit. Në deklaratën për median, policia bën me dije se ka arrestuar në flagrancë drejtuesin e mjetit për veprën penale, drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt, me pasojë vdekjen e një shtetase. Por kjo ngjarje tragjike ka nxjerrë në pa edhe një histori të rrallë force njerëzore. Gelsi Boja, shoferi i autoambulancës së Spitalit të Gramshit, ishte ndër të parët që mbërriti në vëndngjarje, pa e ditur se mes të plagosurve ndodhej edhe motra e tij, mësuesja Albana Boja. Mes dhimbjes personale dhe detyrës profesionale, ai ruajti qetësinë dhe ndihmoi në transportimin e të plagosurve, duke shoqëruar motrën e tij drejt Tiranës për trajtim të specializuar. Një histori që përtej bilancit tragjik mbetet dëshmi e profesionalizmit, sakrificës dhe humanizmit në shërbim të jetës.